Përshëndetje, në këtë video do mëndemi të tregojmë se si mund të abonoheni dhe të përdorni website-in në matrix.al. Fillimisht duhet të blejmë dhe të marrim kartën Alpay, e cila është kjo, edhe gjendet në shumë pika, ku ju mund të shikoni edhe të faqja e Matrix, edhe të faqja e Alpay, se ku mund të gjeni një kartë të tillë. Pasi gjendet karta Alpay, do vishet pjesa e mbuluar dhe registrojmë në faqen e alpay.com. Te faqja alpay.com klikojmë te butoni regjistroni. Regjistrimi është shumë i thjeshtë edhe do shumë pak kohë. Tu vendosni emrin me të cilin do krijoni llogarinë e Alpay. Alpay kërkon të keni një username me të cilin ju do identifikoheni her pas here sa herë të jetë e nevojshme për të identifikuar te alpay.com. Vendoset një password, ku passwordi të paktën duhet të jetë 8 karakteri i gjatë. Rivendoset edhe një passwordin. Tu vendosni adresën e e-mailit. Edhe tu zgjidhet lloji përdoruesi, që është në rastin tonë përdoruesi i thjeshtë. Klikojmë butonin regjistroni tani. Me kaq mbaron regjistrimi me Alpay. Mbas regjistrimit, hapi tjetër është që të identifikojmë tek Alpay, ku ne do vendosim edhe kodin e kartës rimburse. Për të identifikuar, klikojmë te butoni identifikojmë. Hapi i parë për identifikimin është të shënojmë një kod PIN, i cili të jepet sa herë regjistrohesh në sistemin Alpay dhe është si një kod ekstra sigurie. Kur një përdorues regjistrohet për herë të parë, kodi PIN është 40. Pastaj, mbas identifikimit, secili përdorues mund ta ndryshojë këtë kod sipas dëshirës së tij. Pra, fillimisht shënojmë 40, edhe klikojmë vazhdoni. Hapi i dytë për identifikimin në Alpay është të vendoset username të përdorur gjatë regjistrimit. Vendoset passwordi që vendosim gjatë regjistrimit. Edhe klikojmë identifikojmë. Basi kryet çdo gjë sipas rregullave, ne normalisht i futemi te llogaria jonë në Alpay. Nuk duhet të harrojmë që Alpay është një sistem pagese i përshtatshëm për shqiptim dhe përdoret për të depozituar lek ose për të transferuar lek nga një llogari në një llogari tjetër. Pra, Alpay është një shërbim i veçuar nga Matrix. Po Matrix, duke qenë se e ka të nevojshme që të kryej abonime kundrejt një pagese modeste, si mënyrë pagese përdor sistemin e pagesave për shqiptim Alpay. Depozitimi i lekëve në Alpay bëhet në disa mënyra. Mënyra më e përdorshme është me kartat Alpay. Në momentin kur dikush blen një kartë 10.000 lekë edhe i depoziton te kjo llogari, Alpay mund të shërbejë të mundson që të lihen shumë shërbime edhe produkte të tjera online përveç se Matrix. Por se çfarë mund të blihet me Alpay, ju mund të shkoni vetë dhe ta vizitoni faqen, ku do shikoni edhe website-et edhe shërbimet se ku mund të blihet në vend tjetër. Ne do fokusohemi vetëm te Matrix. Pra, basi identifikohemi në Alpay, klikojmë butonin mbushni llogarinë në Alpay Card.
Këtu vendosim, të hapësira këtu, vendosim numrat të cilat gjenden në kartën e vlerë Alpay edhe që kemi gërvishur. Duhet të jemi të vëmendshëm që numrat vendosen pa hapësirë, thjesht shënohen të 12 numrat që kemi. Në rastin tonë, numri im është edhe klikojmë butonin mbushni llogarinë tuaj. Llogaria, nëse numri vendoset i saktë, atëherë del mesazhi që llogaria ime u mbush me 10 Alpay. Ku 1 Alpay është 1000 lekë të vjetra me lekë shqiptare. Pra Alpay është njësia makse e Alpay. Kujdesat numrin që shënova, mos e shënoni, mos sepse do i bllokohet llogaria. Kur një numër i kartës të mbushse është një përdorimsh. Nëse dikush tjetër ripërdor të njëjtin numër, atëherë llogaria e tij mund të mbytet edhe numri nuk i hyn në punë. Po të shkojmë te llogaria ime, te butoni llogarinë, do vëmë re që ne tani në llogarinë tonë kemi 10 Alpay. Pra 10.000 lekë që blem kartën në mbushse, mbas të vendosim numrat në butonin mbushni llogarinë me Alpay kartë, llogaria jonë mbushet me 10 Alpay. Këto 10 Alpay ne mund të përdorim ose për të abonuar në Matrix, ose për të bërë rimbushje telefonike, ose për të mbledh libra, apo për të abonuar në bibliotekë online dhe shërbime të tjera që Alpay ofron. Por siç tha ne, do fokusohemi vetëm se si të abonohemi te Matrix. Pra mbasi u siguruan që kemi 10 Alpay në llogarinë tonë tek Alpay, tani shkojmë tek faqja e Matrix. Cila është Matrix. Faqja e Matrix, siç e kemi shpjeguar në fletushka, po edhe në artikujt të katës, ofron shumë kurse online. Do të bëjmë që të jetë website-i, portali i kurseve online, ku secili mund të abonohet në kursin që intereson, qoftë për të përmbushur një nevojë emergjente që personi ka, ose për të rritur njëra profesionale. Në rastin konkret, ne do demonstrojmë se si mund të abonohemi për të marrë ushtrimet e matematikës 1-10. Për këtë, shkojmë të shkollat e mesme, klasa 1-10, shkojmë të lënda e matematikës. Hapet matematika, në të qenë se në shkollat tona, shkollat e mesme bëjnë disa lloje matematika, ne kemi marrë për shembull matematikën 1-10 e shtëpia botuese të klikojmë te matematika 1-10 lofta. Dhe presim sa të hapet. Te matematika 1-10 loftan, deri tani janë hedhur 4 kapitujve, pra ushtrimet e 4 kapitujve të matematikës 1-10, të çdo ushtrimi i kësaj matematike, sipas kapitullit mund t'i gjejmë këtu. Klikojmë në kapitullin 3. Edhe gjenden të gjitha ushtrimet, sipas numrit të ushtrimit edhe faqes përkatëse. Ushtrimi i fundit që vendoset online do dali ushtrimi i parë. Por secili mund të kontrollojë ushtrimin që i duhet për të pas zgjidhjen, duke vajtur tek faqja përkatëse. Klikojmë, mbasi shikojmë që janë të listuara të gjitha ushtrimet, klikojmë për të parë zgjidhjen e ushtrimit 3. Për të parë zgjidhjen e ushtrimit, fillimisht duhet të abonohemi. Andaj klikojmë linkën e abonohuni këto.
Masi klikojmë në linkun për të abonuar, vim tek hapi tjetër për regjistrimin në Matrix. Pra edhe njerë kujdes, janë dy regjistrime. Regjistrimi në Alpay, ku ne vendosim lekët për blerje të ndryshme online, mes të cilave edhe abonimet Matrix, dhe gjithashtu është regjistrimi tek Matrix. Regjistrimi të Matrix është i ndryshëm nga regjistrimi në Alpay. Në Alpay regjistrohemi edhe përsa kohë që na duhet që të bëj një transfer ai llogari në një tjetër ose për të bërë një blerje, atëherë identifikojmë në username dhe pasword që kemi vendosur atje. Kurse regjistrimi në Matrix vendoset jo domosdoshmërisht i njëjti username dhe pasword që kemi vendosur në Alpay, por një tjetër. Dhe pas regjistrimit të parë, çdo herë që futemi te Matrix nuk është e nevojshme të regjistrohemi, por mjafton pasi të regjistrojemi herën e parë dhe abonohemi, mjafton që të identifikohemi dhe ne mund të shikojmë të gjitha stilit e ushtrimeve në paketën për cilën jemi abonuar. Tani, duke qenë se është hera e parë që futemi në Matrix, bëjmë edhe këtu fillimisht një regjistrim të shpejtë. Këtu thirrëm një username tjetër, jo i njëjtë me atë të Alpay, nuk është kusht të jetë një. Vendosim edhe një pasword. Në kaq mbaron regjistrimi, duhet mbaj mend username-in edhe paswordin që vendosëm te Matrix. Mas kësaj, klikojmë butonin paguani ku Matrix, pastaj do na lidhi me Alpay dhe aty ne do bëjmë kthyrjen e pagesës, që është edhe hapi i fundit. Klikojmë paguani. Faqja, në momentin që ne klikojmë butonin paguani, faqja në çon automatikisht tek sistemi pagesave Alpay. Këtu ne vendosim username-in që u regjistruar në Alpay. Pra, te Alpay ne u regjistruam me username-in Matrix Alpay, ose te Matrix u regjistruam me username-in Matrix. Pra në dy gjëra të ndryshme. Vendosim paswordin. Klikojmë vazhdoni. Mas identifikohemi te Alpay, mas identifikimi është i suksesshëm dhe ne kemi lek në Alpay, automatikisht na shkojmë te hapi i dytë për kthyrjen e pagesës. Tu tregon se ne jemi duke abonuar në matematikën, për tham, matematika e klasës 11. Një abonim të matematika 11 kushton 4.5 Alpay, ose në lek shqiptar është 4.500 lek për vjetra. Kaq kushton një abonim të matematika bërthan 11. Me këtë abonim që kryet, ne mundet që të kemi të gjitha ushtrimet e zgjidhura të matematikës bërthan 11 deri në fund të qershorit vitit 2013. Këtu nëse keni dëshirë më kushtoni një koment. Nuk është kusht, klikojmë përfundimisht paguaj tani. Në momentin që ne klikojmë butonin paguaj tani, atëherë nga llogaria jonë që u bën në leta Alpay që kishim mbasi futëm numrat e kartës gërvishse, 4.5 Alpay shkojnë në llogaritë e Matrix. Në momentin që ne paguajmë, kur pagesa kryhet me sukses, ne kthehemi përsëri tek faqja e Matrix.
Mbasi kryet pagesa të Matrix, ne jemi automatikisht të identifikuar, pasi sistemi, platforma ka të regjistruar username dhe password të telefonit. Tani mjaftojmë të shkojmë edhe një tek paketa që u abonuam, e cila ishte klasa në 10 matematika. Matematika numër 10 do thamë në pejnë. Po të shkojmë të një ko, e do në dalim automatikisht zgjidhje e të gjithë kapitujve deri në fund të qershorit. Qofte kapitulli 2 nëse klikojmë, klikojmë të gjitha zgjidhjet të ushtrimit. Ja, tani mbas abonimit, doli kërkesa edhe zgjidhja e ushtrimit katës. Ky ishte kapitulli 2, e njëjta gjë është për kapitullin 3, 4, 5, 6, të gjithë kapitull që ka matematika 11 bështarë. Njëjta gjë në kapitullin 3. Del ushtrimi, del edhe zgjidhja e ushtrimit. E sqarua pak më saktë. Deri në fund, mund të vazhdojmë të gjitha faqet. Me kaq mbaron shpjegimin për abonimin e Matrix.al. Për çdo paqartësi ose për çdo pengesë që mund të hasni, për çdo pyetje, mos hezitoni të na kontaktoni në adresën e emailit info@matrix.al. info@matrix.al. Te ju do keni pyetje. Gjithashtu, nëse ju keni nevojë për të bërë një detyrë kurs, apo të keni diplomë, apo për të zgjidhur ushtrim, ju gjithashtu mund të kontaktoni në info@matrix.al gjatë gjithë 24 orëve e ju do merrni një përgjigje në lidhje me nevojën që keni. Të gjitha këto ushtrime janë si imazhe, ju mund të kuptoni edhe qëllimi i këtyre është përveç se që të ndihmojnë, është të ndihmojnë që të kuptoni më mirë. Jo thjesht të bëni kopje të këtyre, por i keni edhe të sqaruara për të kuptuar më mirë se si doli përfundimi se cilin ushtrim, apo edhe për kurset e tjera që do trajtojnë në Matrix. Po të shkoni në home, do shikoni se ne jemi të identifikuar me username dhe passwordin që përdorëm në fillim Matrix. Herës tjetër, kur e vëmë se sot mbaruat punë në Matrix, të nesër në nëse pas nesër në sajër, që ju ka keni të nevojshme të fiteni, mjafton të identifikoni me username dhe password, dhe ju do i keni të zgjidhura të gjitha ushtrimet që jeni duke bërë gjatë ditëve në shkollë. Nuk kam më nevojë për regjistrim tjetër dhe as abonim tjetër, por mjafton të regjistrohemi me username dhe password. Nëse ne jemi të paregjistruar, kemi parasysh, nëse nuk jemi të identifikuar në sistem, po të shkojmë tek matematika edhe të kërkojmë matematikët të cilën u abonuam. Në moment që jemi të pa identifikuar, ne do na dalë mesazhi që duhet të abonohemi edhe nuk na bëhet zgjidhje, sepse tash edhe një sistemi të edhe një abonimin tonë vetëm kur je identifikuar. Ndaj, nëse ne klikojmë të kapitullit të katës që jemi të interesuar,
Ne do shikojmë se ushtrimet janë pas digre, është vetëm kërkesa e ushtrimit. Por nëse ne identifikohemi, pasi e kemi bërë abonimin dhe pagesën për kratëse për abonimin, pasi identifikohemi, vetëm atëherë ne do mundemi të shikojmë filjen e ushtrimeve në vazhdimsi. Për të keni parasysh, ja tani u identifikua në sistem. Nëse ne një katës, dhe po të shkojmë të paketa të cilat jemi abonuar më para, të kemi të gjitha ushtrimet. Të keni parasysh një çështje është që ushtrimet nuk vendosen nga fillimi deri në fund të shkollës, por duke marrë informacionin të përgjithshëm në përgjithësi, ushtrimet hidhen një kapitull, 2 mësime deri një kapitull para se ju të shkoni te ai kapitull. Pra, edhe pse të gjitha ushtrimet jene të zgjidhura që tani deri në fund të shkollës, edhe pse jene të zgjidhura, ato ne i vendosim vetëm një kapitull para se të mbylli atje dhe jo të ushtrimet deri në fund shkollës. Me kaq ishte edhe shpjegimi për abonimin të natës. Faleminderit.